Numri të sëmurëve me veshka sipas të dhënave zyrtare ka pësuar rritje, ku 1 në 8 persona në vend është i prekur. Sëmundjet të tilla shfaqen në mënyrë të heshtur, ndërsa pacientët shpesh paraqiten në spitale në stade të rënduara. Në fakt, përgjithsisht, sëmundja renale kronike është një sëmundje e heshtur, pa shenja klinike, dhe shumë njerëz nuk e dinë që janë të prekur nga sëmundjet e veshkave. Mjekët pohojnë se pacientët shpesh e kanë të vështirë të kuptojnë sëmundjen. Në jetën tonë të përditshme mund të mos kemi asnjë shenjë klinike dhe në fakt në eksperiencën time si një mjeke nefrologesh për 20 vitesh, kam në 80% të rasteve njerëzit vinë pa shenja klinike. Ndërsa për sëmundjet e tjera kronike që përfshin rrugët urinare si infeksionet apo kalkuloza renale, pra gurët në veshka, këto sëmundje e çojnë pacientin më shpejt ke mjeku dhe për këto sëmundje ne marrim masa më herët. Një stil i shëndetshëm jetese me ushqime të kontrolluara dhe shumë aktivitet fizik do të parandalonte obezitetin, hipertensionin e diabetit apo sëmundje që çojnë dhe në problemet e veshkave. Diabeti është sëmundja kryesore kronike, e cila e curin progresive të tij e ka me nefropatin e veshkave, pra është një sëmundje që shkaktohet nga diabeti dhe prek veshkën. Pastaj është hipertensioni, shkakton nefropatin hipertensive, pra prekjen e veshkës nga hipertensioni. Obeziteti, natyrisht janë faktorët kryesor për të cilët ne si shëndet publik duhet të tregojmë kujdes. Mjekët rekomandojnë kontrolle të vazhdueshme, ndërsa sipas të dhënave, 850 milion njerëz në të gjithë botën vuajnë nga një sëmundje që prek veshkat.